Faleminderit. Të nderuar anëtar të Këshillit Bashkiak, të nderuar nënkryetar e bashkisë, të nderuar pjesëmarrës nga komuniteti dhe mediat, të nderuar drejtues dhe nënpunës të administratës bashkisë, zhvillojmë sot mbledhjen e Këshillit Bashkiak datë 34/2026. Për të vijuar bazuar në ligjin 139/2015 të Vetëqeverisë Vendore, neni 53.5, në fillim të çdo mbledhje miratohet rendi ditës si përcaktuar në thirrjen e Këshillit Bashkiak. Pika 1. Prevendim për përdorimin e fondit kushtzuar për ndihmën ekonomike deri në 6% për muajin mars 2026. Pika 2. Prevendim mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e bashkisë për muajin mars 2026. Pika 3. Prevendim për përjashtimin nga detyrimit mujor financiar të ushqimit në çerdhe dhe kopësht për personin me inicialet DR. Pika 4. Prevendim për miratimin e buxhetit faktik të bashkisë Sarandë për vitin 2025. Pika 5. Prevendim për miratimin e nivelit të ardhurave të tavaneve të shpenzimeve të programit buxhetor vendor afat mesëm 2027-2029. Pika 6. Prevendim për një ndryshim në buxhetin e bashkisë për vitin 2026. Pika 7. Prevendim për një ndryshim në mendimin e Këshillit Bashkiak numër 121 datë 31/8/2023 për ngritjen e Këshillit Artistiko-Kulturor dhe miratimin e rregullore së funksionimit dhe financimit të projekteve pranë bashkisë Sarandë. Pika 8. Prevendim për korrigjim gabimeve materiale. Pika 9. Vjeçurimin e investimeve publike në infrastrukturë rrugore financuar nga të ardhurat e fondit shqiptar të zhvillimit. Po, zoti Meraj? Do të thonë që pika 8 të rritet për arsye se ne kemi vjeni që to projekt vendime nuk kanë ardhur nuk ka kaluar në komision, dhe kështu që duhet të lejmë nga vëndë bashkisë të herë tjetër të sjellë një fond. Po, faleminderit zoti Meraj. Po, zoti Koqiu. Në mbledhjen e shkuar të kryesisë së Këshillit kam kërkuar informacion në lidhje me inventarin e hapësirave publike të bashkisë. Dhe nuk kemi ndonjë përgjigje se nuk është futur në rendin e ditës, se duhet të ditë cila është arsyeja që nuk është përfshirë në rendin e ditës kjo pikë. Ka ndonjë përgjigje për lidhje me kërkesën që kam bërë së këshilltar? Po. Faleminderit zoti Koqiu. Atëherë, siç keni qenë edhe prezent në mbledhjen e kryesisë Këshillit, nuk ka ardhur asnjë material lidhur me materiale, por drejtori i urbanistikës mund na jap një informacion nga ekzekutivi. Faleminderit. Atëherë, sekretaria e Këshillit merret me korrespondencë lidhur me bashkisë Sarandë për sa i përket materialit që duhet vinte në mbledhjen e Këshillit. Yes. Por procedurë. Po zoti Bajrami? Radhën e kaluar kam kërkuar një raport nga urbanistika për sheshet të cilat janë miratuar, kontratat që Bashkia ka bërë gjatë 2 viteve të fundit. Është një informacion të cilin nuk e kemi. Na u premtua ajo muajin e kaluar që do ta kishim kësaj radhe, përsëri nuk e kemi në dorë. Po, faleminderit zoti Bajrami. Qofse mund të kemi një përgjigje lidhur me informacionin e kërkuar nga zoti Bajrami? Nuk e sollë, mësis. Atëre para se të vazhdojmë duhet të them që kërkesat të bëjnë pasere këshilltarët nga në administratës nuk vjet fare ujë në zjarr, domethënë. Kjo tregon që ka një papërgjegjësi, mungesë respekti për këshilltarët dhe në fund fundit mungesë respekti për detyrën për të cilën ata paguhen. Mosparaqitja e informacionit për hapësirat publike tregon që kjo bashki nuk ka fare asnjë informacion në lidhje me hapësirat publike, nuk zotëron as inventarin e hapësirave publike dhe nuk e di se si funksionon një bashki që ka 3 vjet në këtë detyrë dhe nuk ka inventarin e hapësirave publike.
sa metër katror lulishte ka, sa metër katror terene sportive, sa metër katror ka për këndelora që kështu me radhë. Nuk e di se si mund të administroj dhe kjo të tregon që duke mos patur një inventar të saktë hapësire publike, këtu lihet dhe vend për abuzim. Zoti Koqiu, jemi mos mbajtja hapësire publike, po pa ne po them. Mund të marrësh fjalën për këtë pikë. Mos përdorimi hapësire publike dhe inventarizimi i tyre lë vend për abuzime. Bashkia nuk ka një inventar dhe nga viti në vitin nuk dim se sa abuzime ka me kontroje, sa uzurpohen nga njerëzit, sa deformohen hapësirat publike. Pra jemi një magazin pa inventar. Po, faleminderit zoti Koqiu. Atëherë do t'ju lutesha të nderuar këshilltar të respektojmë rregulloren e Këshillit Bashkiak. Jemi për miratim, do t'ju lutet, jo, duhet më dëgjosh. Jemi për procedurë në miratimin e rendit ditës. Për sa i përket shqetësimeve lidhur me rendin e ditës, për procedurë morët fjalë dhe ngritët dy pretendime. Jam plotësisht dakord që Këshilli të marrë vendimarrje qoftë në kryesi, qoftë në vimësi. Por që ta analizojmë çdo pikë përpara se të miratohet rendi ditës, nuk e parashikon rregulloria. Kështu ne do ecim me rregullora dhe do kërkoni fjalën tek të ndryshmet për të folur. Po. Për procedurë keni gjë zoti Bajrami? Administrata është pretendimi se keni bërë ju këtë. Pyesja. Do t'ju lutesh ai juve. Të jetë në rendin e ditës për muajin që vjen. Qytetarët kanë paguar lekët për 20 e kusur vitesh dhe nuk dim akoma se cila është gjendja e miratimeve të shesheve për qytetarët. Lekët janë paguar dhe një numër i madh qytetarësh nuk munden dot, janë disa mijëra qytetarë. Po të falenderoj. Për procedurë mbaruam. Për procedurë, atëherë i ngjelet për detyrë sekretarës Këshillit që në rendin e mbledhjes vjen të jetë pikë e parë në rendin e ditës, edhe çështja që ngriti zoti Bajrami edhe çështja që ngriti zoti Koqiu. Dhe njëkohësisht, nderuar këshilltar, sepse unë nuk jam vetëm një person, në kryesinë e Këshillit, kryesia e Këshillit është i përbërë nga të gjithë kryetarët e grupeve, të cilët të mos marrën vendim për rendin e ditës pa ardhur informacioni i duhur lidhur me kërkesat që ngrën këshilltarët gjatë zhvillimit të mbledhjes së Këshillit. Do t'ua kërkoj si detyrim ligjor, detyrim në mbështetje të rregullorës së Këshillit, në mënyrë që ne të njohim rregullisht mbledhjen e Këshillit. Faleminderit. Atëherë hedhim në votim rendin e ditës me propozimin e bërë nga zoti Meraj. Kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet rendi i ditës. Sekretariat na informoi në lidhje me lishmërinë e vendimeve të Këshillit Bashkiak të përcjella në prefekturë. Vendimet e miratuara në mbledhjen e muajit mars, prefektura është prerur si më poshtë. Vendimi i Këshillit të Bashkisë numër 18 datë 31/3/2026 për miratimin e ndihmës financiare për shtetasin EA OV MN ML të prekur nga përmbytjet gjatë muajit nëntor 2025 vlerësohet i lishëm. Vendimi i Këshillit të Bashkisë Saran numër 19 datë 31/3/2026 për miratimin e nisjes së procedurës së shpronësimit dhe miratimit në parim të vlerës financiare të shpronësimit për pasuritë pron private që preken nga projekti për mirësimin integruar urban të zonave turistike të Ksamilit dhe zonave përreth, vlerësohet i lishëm. Kalojmë tek pika e parë e rendit ditës. Vendim për përdorimin e fondit të kushtzuar për ndihmën ekonomike dhe 6% për muajin mars 2026. Po shemi tek kjo pikë e zoti Ahmeti, përdorimi fondit të kushtzuar nga Bashkia për njerëz me nevojë. Unë doja të çoj një shqetësim tim personal. Mendoj se është fakti në Bashkinë e Sarandës ose në gara me logon e bashkisë Alu Shukari, një maratonist që të rrallë kanë të tjerët, që ka përfaqësuar bashkinë gara ndërkombëtare dhe kombëtare, si në Firenze Titalis ka zënë vendin e 10, në Tripoli të Greqisë vendin e 5, ka bërë në evente kombëtare rrugë të gjata 300 km në Tiranë, në Vlorë, në Përmet, ku ka qenë evente. Është i pavlerësuar nga bashkia ato figurë sportive, siç ka ndodhur vite më parë për notar, për voleybolin, basketbolin.
Do mendoja edhe me miratimin e shokëve, kolegëve, që të shikoj të simuloj ki sportist i veçantë dhe mos të lejot ati të jetë e usjelsi, të shpërndaj klor dhe pastaj të merret me sport. Bashkia mund t'i gjejë një vend pune më të përshtatshëm dhe të stimulojë dhe me uniforma, me atlete, me ndoshta edhe me një bonus. Kërkoj dhe mbështetjen e gjithë kolegëve që të shihet si raste të kërkohet administrata e njerëzve që merren me këtë punë bashki. Faleminderit. Faleminderit. Ekzekutivi. Shqetësimi ka shumë i drejtë, por kjo nuk mund të konsiderohet ndihmë ekonomike. Ndihma ekonomike është Tash ndihmë ekonomike, kërtaron nga bashkia. Jo, me që jemi te 6% dhe ja mund është duhet në një mënyrë tjetër, nëpërmjet për të vlerësuar figurat se çfarë rregullash ka bashkia. Ktu nuk hyn te kjo pjesë. Në lidhje s'ka lidhje me trajtimin nga 6% ose nga ana e bashkisë. Po, faleminderit Sinja Pikuli. Merret në konsiderat propozimin bërë nga zotëmeti. Ta bëjmë propozim si këshill që të votojë ta ndihmojmë atë njeri, votojnë sa mundet. Patë një vend pune, një kështu. Kështu që ekzekutivi ka marrë në konsiderat të plotësoj një kapitël ligjor. Atëherë hedhim në votim projekt vendimi numër 27 kush është pro? Kundra? Abstenim? Mirator. Kalojmë tek pika e dytë e renditës. Projekti për ndërmjetësisë ekonomike në atë të bashkisë për muaj mars 2026. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Komisionet përkatëse? Nuk e di pyetje është është filozofia së pasë. Nuk ka ankesa. Është dhe maksimum i shmashë. Nuk ka herë në votim të padë. Po, faleminderit zoti Meraj. Hedhim në votim për vendimin numër 28 kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e tretë e rendit ditës, për vendim për përjashtimin nga detyrimi mujor financiar të ushqimit në qerë dhe në kopshe për personin me inicialet DR. DR. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Komisionet përkatëse? Edhe këtë projekti, në këshillë dhe të përgjën e ligjit dhe autorit. Po, faleminderit zoti Meraj. Me që se s'ka pyetje diskutime, hedhim në votim për vendimin numër 29 kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e 4 e rendit ditës, për vendim për miratimin e buxhetit faktik të Bashkisë Saran për vitin 2025. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Po, zoti Kërduqi? Një spakt edhe në lidhje me komisionin, pavarësisht se komisioni nuk e bëri korumin edhe nuk doli në një vendimarrje, por u zhvillua si komision. Në lidhje me buxhetin faktik, do ta nis që në lidhje me relacionin këtu që nga fillimi ka të bëjë me përmirësimin, llogaridhënien, transparencën dhe besimin te komuniteti. E vërteta është që llogaridhënia është në nivelet më të ulta që ka ekzistuar ndonjëherë dhe transparenca gjithashtu. Për besimin te komuniteti le ta vlerësojnë vetë njerëzit, po transparenca nuk ka se na mungon dhe neve si këshilltar.
Megjithatë nuk dua të qëndroj te kjo pjesa retorike, dua të futem pak më në brendësi. Buxheti faktik I Bashkisë Saran për vitin 2025 është po në të njëjtat vlera tek pjesa e shpenzimeve kapitale që është në interes të drejt për drejt të qytetarëve, se ka të bëjë me investimet drejt për drejta në infrastrukturë dhe kështu. Është në vlerën 27%, siç ishte edhe në vitin 2024 në vlerën 24-25%. Dhe është një vlerë shumë e ulët në raport me pritshmëritë e qytetarëve. Dhe kjo është një diçka që çedon. Doja të ndaloja edhe tek një pikë këtu të ardhurat nga shitjet e trejave, këtu lindesi problemi që ngriti kolegu Bariami, po të shikoni faktin viti 2023 dhe 24 të ardhurat nga shitjet e trejave janë nga 320 milion lek. Viti 2025 janë vetëm 35 milion lek të vjetra, do të thotë që komisioni ose institucionet që kanë marrë përsipër për të marrë me trojet nuk kanë punuar, nuk ka, duke u nisur nga të ardhurat, duke del në pa dhe puna, lidhja e kontratave që janë realizuar dhe është në nivele shumë të dobta. Do doja të ishte drejtori urbanistikës këtu që të na jepte një shpjegim pse janë realizuar kaq pak të ardhura, pse nuk ka arritur që të bëhen, të lidhen këto kontrata, të paguajnë trojet njerëzit, që dhe ata të mbarojnë punë, por dhe të vinë të ardhura në bashki, të futen të ardhura në buxhetin e bashkisë. Një pikë tjetër që kisha është të ardhurat e papërdorura, duke marrë shkas që nga kam qenë këshilltar dhe në mandat 2015-2019, atëherë kemi pasur ka filluar me 1 miliard lek të vjetra dhe kemi arritur vjet kishim 4 miliard lek të ardhurat të papërdorura nga viti 2023 dhe kemi arritur në një pikë që kemi 8 miliard lek ose 8 milion euro të papërdorura. Në vlerësimin tim që të ngelen kaq shumë të ardhurat të papërdorura ndodh, por do të thotë se administrata e bashkisë nuk I koordinon mirë punët, nuk I organizon mirë dhe nuk arrin të përfundoj projektet në kohë që këto të ardhura ngelen të akumuluara që transferohen për vitet në vazhdim. Dhe kjo është një çedim në pikpamjen time, një çedim I administratës bashkisë. Atëherë jemi tek pyetjet zoti Gërduqin, qoftë se kaluam diskutimin direkt. Qoftë se keni pyetje konkrete, po pyetja është pra pse janë kaq të ardhura. Dhe diskutimin edhe pyetjet. Jemi korrekt me procedurën se trej vëmendjen zoti Bajrami pastaj. Po, pyetja është pse ngelen kaq shumë të ardhura të papërdorura. Sepse dhe ai që merr pyetjen duke bërë diskutimet ka marrë përgjigje njëkohësisht. Pyetjet të sakta, përgjigjen do e pres. Po. I mbaruat pyetjet. Atëherë, të bëjmë pyetjet më konkrete. Po, konkretisht. Përse ngelen kaq shumë të ardhura nga viti I kaluar? Përse investimet janë në vlerën 27%, janë në norma kaq të ulta? Dhe atëherë ekzekutivi? po, këto dyja. Po. Ishte diskutim pjesa. Atë këto dy pyetje kanë një nga njëra tjetrën, se si janë realizuar investimet dhe pse ka shqiptarë. Pra se janë realizuar investimet dhe janë marrë por një investime. Dhe po të shikoni, sepse ju përmendi vetëm atë realizimin 27%, por nuk përmendi asnjëherë se sa janë arritur të ardhurat me të ardhurat e bashkisë. Më fal, investimet me të ardhurat e bashkisë. Pra gjitha projektet që bashkia është duke realizuar janë me të ardhurat e veta. Nuk ka më nga buxheti I shtetit, financohen nëpërmjet bashkisë, por financohen drejt për së drejti nga instrumentat e tyre. Kështu që është fair, është drejt që ti përmendim edhe këto. Sepse si janë realizuar investimet, është një procedurë me zgjatur, pra për të miratuar projekte dhe tashmë lista kemi për disa herë, duhet një periudhë kohore më gjatë. Kështu që zgjat periudha edhe aty jeni ti parashikoni. Pra të punë ju kemi caktuar ti parashikoni të njëjtin argument edhe për vitin 2024. Të gjitha këto projekte që keni parë janë pothuajse në proces, por nuk janë të financuara. Kështu që nuk ka absolutisht asnjë fond të shpërdoruar, por janë fonde të mbartura dhe të shtuara në investime. Sot që flasim bashkë kemi 1 milion euro investime, që s'kan qenë jo 1 milion pas 30% s'kan qenë në buxhetet e. Nuk akuzova se janë shpërdoruar fondet. Bashkia përgjigjet për mirë, sepse përmend të 3 pika më parë. Transparencë, mirë menaxhim edhe diçka tjetër. Për transparencë, ajo që nuk kërkon ligji dhe që
që ne kemi hapësirë, e kemi bërë sepse e kemi në website-in e bashkisë gjitha informacionet me buxhet, me realizimin me gjitha merat. Për mirë menaxhim të fondeve i ke shikuar para, që kështu. Po ti shikosh me si pak më pozitiv, do të duken më mirë. Kam gjithë dëshirën e mirë që t'i shikoj në mënyrë pozitive, po e vërteta është, do vinte pika e diskutimeve të pjesën e transparencës dhe do t'i referojmë atje. Do t'i referojmë atje dhe nuk është, kjo nuk ka të bëjë drejt me financimin. Edhe të njëjtat argumente u dhanë dhe vjet për buxhetet e prapambetura, do me thënë për vitin 2024, të njëjtat argumente po hipni dhe për vitin 2025, besoj që dhe nga viti 2026 të njëjtat argumenta do hipni, atje jeni t'i planifikoni më shpejt projektet, t'i kapni në kohë, t'i bëni dhe t'i realizoni. Qytetarët duan të shikojnë rezultate, duan të shikojnë projekte të përfunduara, nuk duan argumente, qoftë nga ana juaj ku. Atë le. Një sekondë. Shtohen të ardhmat e bashkisë. Dhe ne nuk i parashikojmë se si kemë pas në njerë kajt larta dhe si kemë pas në njerë një punë kajt pozitive me drejtorinë e taksave të tarifave vendore. Do vini këti projekt buxheti shumë të tiguar apo ka dhe këto objektivat të kemi ka dhe propozime të dikush të administratë. Nuk do juaj personal? Apo drejtoria që ke bashkëpunuar ka për këtë fjalë, për në asnjë progjektim që është të mëjë është vetëm në relacioni i ndryshimit të tërë. Dhe jemi në pikë tjetër. Jemi në pika 2. Objektivat e programit buxhet apatmesëm të nga 2027 deri 2029. Propozimet e fundit janë këto parashikimet e investimeve, ndërtimi i rrugës së gjashtë, ndërtimi i shëtitores së Samir, këto merat. Jemi të pika. Jemi të buxheti faktik. Ose jemi të buxheti faktik, nuk jemi të buxheti afatmesëm. Ka shumë drejtoria, secila vende vetë, dakor. Në kaq vite këshilltar dhe në kaq vite që jeni dhe ju punojnë sa asaj administrate, nuk është parashikuar asnjëherë parti për qytet. Asnjëherë. Në paktën e kemi të shtesë atë. Ku është jemi tek pika 4 sot i feshim. U flas për këtë. Jo, jemi te 30-ta. Ke një projekt të vit tjetër pas të ditë shkollë. Edhe ke parashikuar parkimin? Kam parashikuar bashkia. Lasë një për bashkinë, mos bëjmë retorik fjalë. Lasë për bashkinë. Në qoftë se kërkojmë për bashkinë. E bëjmë për bashkinë. Po ta vazhdojmë atë partinë e saj. Rikualifikimi rrugëve të brendshme me beton të gjashtë, me këtë vlerë, është një pyetje e bërë e ribërë dhe do ta bëjë sot, do ta bëjë nëse do vazhdojmë në të njëjtën rrugë, dhe pika 15 rikualifikimi i rrugëve të brendshme dhe i shesheve në Metogj, Berdenesh, Manastir dhe në Gjashtë. Pyetja ime është, të gjitha rrugët kanë emër. Sot në Gjashtë është vërtet një situatë katastrofë nga një firmë që punon me ujësjellsin, e cila vetëm ka hapur kanale, për fatin e mirë të zhurmës që u bë përpara se të fillonte shkolla në shtator, ka mbushur me dhe një pjesë me pak beton, ato pak kanale që kishte mbuluar, që kishte hapur për vendosjen e tubacionit, dhe sot atje nuk ke ku kalon. Rrugët janë po në të njëjtën gjendje siç ishin në shtator. Këtu shikoj që investimet që kanë bërë. A mundeni ju të më jepni me emër në cilat rrugë është bërë rikualifikimi i rrugëve? Në cilat rrugë dhe në cilët shesh? Do bëhet. Vëmë në dispozicion dhe jemi kaluar, arta që janë që do bëjnë investimin. Investimi vjen i kaluar është bërë dhe firma pret të vazhdojë punën pasi të kolaudohet ujësjellsi i zonës së Hopër. S'mund të vazhdojmë të bëjmë një investim pa mbyllur një projekt të shkaktuar. Kur juve thoni këtu buxheti faktik është i bërë apo do presim që do bëhet? Se thoni në 24-ën i bërë, në 25-ën i bërë, në 26-ën do bëhet. Tani ja flasim për këtë diçka që është bërë.
Pjesa e investimeve në Metoq u bën se u zhvillu para sa ditësh. Dhe besoj gjithë jeni. Po, këtu tek pika 8 thot. Është bërë shpall fituesi, po nuk mund të filloj pa për kolaudimi i UCS-it që është. Pra, është dhe kjo, jo se është bërë kualifikim. Kjo thjesht është jo çështje ditësh ishte në shtator, tani s'mund të jetë prapë çështje ditësh. Është shpall fituesi është gati, po s'mund të vazhdojmë mbi një projekt që nuk. Atëre, deri në sa është afati që të mbaroj firma e UCS-it se vajti 1 vit e gjysmë që do shtri 4 tubo në 6. Me ta është brenda muajit maj ata do mbyllin gjithë projektin. Ne do ta vënë në funksion. Edhe pastaj rikualifikimi kur do bëhet? Pastaj direkt është gati, thjesht ne po presim, nuk e lëmë ne që të vazhdojmë pa përfunduar ajo gjë. Nuk e di, përgjigja më duket shumë skeptike dhe jam shumë skeptike në këtë pjesë të këtyre. Unë jetoj atje dhe flas nga tereni, nuk flas nga zyra, as nga letrat. Kjo që shikoj në letër këtu më duket komplet ndryshe nga ajo që jetoj atje. Që nuk ka përfunduar të vazhdojmë ne të shtrojmë rrugët e ata të japim prapë. Sa duhet ketë një afat kohës, nuk na keni dhënë afatin kohës. Kur do mbaroj firma e UCS-it? Realizimin e lutem gërduqi 19 milion me kjo, po ka të bëjë në lidhje me atë thot realizimin e letrat. Është e kompletuar zonja Allkushi, bën vetë. E morët përgjigjen zonja? Jo, s'jam fare dal. Nuk është kjo që jeton. Është tjetër gjë në letër, tjetër gjë në ato që thuhet. Ju lutem qetësi ekzekutivi. Kam një pyetje. Faleminderit. Kush ka pyetje? Kam një pyetje. Po, zoti Koçi. Pyetja ime ka të bëjë me pikën 7 të tabela, mbjellje pemësh dhe rruresh dekorative në rrugët publike të Sarandës, 6.164.400. Për çfarë pemësh dhe bimësh dekorative bëhet fjalë, në cilat rrugë është realizuar këto? Se kjo pyetje që është për këtë lloj investimi. Dhe pyetja e dytë, thot sistemimi ndërtim trotuaresh në rrugën e brendshme të Ksamilit, për cilat rrugë bëhet fjalë, ku është bërë investimi 32.654.000 lekë gjatë vitit 2025. Është 2025 është kjo? Buxheti 2025. Sa? Po kështu ka këtë ndërtimi trotuar rrugë të brendshme. A 2024 është kjo? Jo, 2024 nuk e më nëse kush ka qenë. Viti fillimit është 2024. Buxheti është 32.654.000. Realizimi është bërë në periudhën 12 mujore të 2025-s, 32.654.007. Pra, një pyetje ka të bëjë me pemë dekorative në qytet dhe lulishe, që është gjatë të 1 milion të vjetra, ndërsa pjesa tjetër ka të bëjë me ndërtim trotuaresh në Ksamil. Me fjalë, okay, mund të jenë bërë, nuk e di se sa, po për cilët rrugë bëhet fjalë që të krijojmë një ide për trotuare. Po për trotuaret është kjo Ksamil. Realizimi 2025, po. Trotuaret e rrugës kryesore me fjalë. Jo rrugës kryesore, janë rrugës kryesore, rruga kryesore. Rruga kryesore ka qenë apo në zhvillim, po. Po pra, rrugët kryesore që janë për lagje, ç'po bën, vetë krishna e mureve ekzistuese, krija e mureve të reja me në pozicionin ku duhet se hapen. Dakor, këto janë në vazhdim, po them që realizimi për 2025 që do të të shumë. 2025 na shumë ato kanë qenë faza e parë që një pjesë ishte punë zhvillimi që për rrjedhën e pjesës asfaltike, një pjesë fundon me atë po minimal që kishim. Dhe pastaj vazhdon pjesa që fundon rrugën e asfaltit për trotuare tani. Që e kemi punë për pesë. Edhe ky gjelbërimi që është bërë nëse ka qartë uta. Mbjellje pemësh dhe Po kemi dhe ka pikë tjetër. Po nuk do të jetë. Në kanë ka shit. Po. Jemi të drejtë. Shka pyetje tjera? Ja nuk më thotë këtu. Tek të gjitha shpëta. Do një stoka, nuk më thotë.
Po, atje është. Britani. Këtë kishe edukatorit. Tek edukatorja u morë. Ja se ka truar Britani. Zonja Stroka, të lutem pak, vëmendje. Tek projektet me financim nga tavurat e veta. Thot, viti i fillimit të projektit, buxheti kontraktor, realizimi për periudhën 12 mujore e vitit 2025, e pastaj realizimi progres. Domethënë kolona. I kapi ku janë. Tani thot, Mima, tani thot, rasti konkret, shumë marrin këto rrugë e brendshme beton 6, foli kolegu juaj. Viti i fillimit projektit 2024, realizimi për periudhën 12 mujore 2025. Tani, ajo faktikisht nuk janë marrë, apo jo? Themi që në 2024 themi që kemi lidhur kontraktën në 2024. Po, në 2024. Quhet e realizuar transferojmë 2025 dhe ky projekt mbaron 2025 edhe financohet. Jemi 2026. Ora do të buxheti faktik 2025. Domethënë, është vetëm si fillim. Përfundimin. Domethënë vetëm kalon buxheti për 2025, kalon sot. Po çfarë bëra ato ju? Ato ajo që kemi paguar. Ti e ka tjetër pastaj ti. Por tani ka tjetër, ti më the përgjigjet ti. Unë e di që e dini juve, unë dakord, nuk do ta mësoj për vete. Edhe një herë zoj, jemi 2026. Në 2025 kjo na ka ardhur dhe kemi kaluar këtë buxhet. Apo jo? Sot çfarë votoj unë? Ti voton që 2025 me detyrim ligjor, ty dhe mua na cakton që të kalojmë buxheti faktik të ardhurat dhe shpenzimet. Edhe ai raport të ka ardhur këtu për kabinet. Si ta quajmë të përfunduar domethënë? Po është i përfunduar ai. Po është e pabër punë. Jo 2025. Po ku është realizuar kjo? Projekti. Projekt konkret. Po. Po ka projekte dhe që s'janë mbaruar. Dhe aty i kanë pse ta kalojmë të pambaruar? Kalon deri atje ku ka. Po ju pse e quani këtë të bërë? Pse shkruani faktik? Domethënë faktik kjo mbaroi. Jo, nuk quhet faktik mbaroi. Po kush lexon këtu pra që ne kemi shpenzuar? Të vajtë është i 4. vit, për të 4. vit do themi, kjo faktikisht janë kolegët këtu, po në një ditë nga ditët mund të bëhet. Jo. Po këshu i vetë kjo? Jo, aq lekë në argjuar. Kanë qënë kajtë ardhur, dhe vazhdojnë të ngelen aq. Ka shpenzime dhe kanë ngellë kajtë në fund. Sa ka filluar aq janë më të utanë. Dakor, po ne shikoj projektin me kujdes, me sa ka filluar me aq po vazhdojnë. Se do të thotë realizimi? Financimi, quhet realizimi është financim. Po pra, nga finalja. Financim, jo. Jo, po jemi në finale, realizim, do të thotë s'kan mbaruar. Ndoshta po s'është bërë asgjë. Një nga një. Fakti i financimit, jo fakti i realizimit në terren. Në momentin që ka avancuar, i bie që duhet të përfundim. Nëse progresive është e barabartë me kontratën ka mbaruar. Nëse progresive është me vogël se kontrata s'ka mbaruar. Janë barabartë. Po nuk ka mbaruar. Ju lutem qetësim. Është barabartë më të shikoj pak të tabela. Ajo është barabartë. Sepse një rrugë dhe pak më përpara bëra pyetje në cilën rrugë ka mbaruar. Po jeni gjithë bashkë, nuk është pyetja personale, pyetja është për të gjithë bashkë. Jo, ka rrugë dhe zona dhe mërtime që janë befaka. Po zoti Zhupa po? Lidhje me pjesën e gjashtë, skaladën e parë, është lidhur kontrata me kontraktorin për vazhduar punimin, po ne nuk vazhdojmë dot zbatimin për buxhetin e 2025. Pastaj 2024 para nuk e kam ndesën për çfarë po thon, por 2025 është gati dhe ne duhet të mbarojmë procesi që të vazhdojmë të rregullorizojmë ato rrugë siç duhet. Hartën dhe gjithë projektin e kanë dhe të apokoja se e ke të shpallur, edhe e kemi vënë në dispozicion për shkëputur. Kjo ka dhe kemi kaluar. Ka qenë në buxhet. Tani pse ne duhet të bëjmë prapë? Gjithmonë kalon dhe gjithmonë është e pabërë. Buxhet, domethënë di buxhet. Ore ka preventiva për situacione për të cilin nga këtu apo edhe në diskuton. Po pra, nëse kjo i ka shpenzuar, e ka paguar firmën, do të thotë që firma kjo është Te ka projekte të papërfunduara dhe pagesat bëjmë
pjesore, si bëhet e privati, kush është Po e kemi vlerë të barabartë, nuk është dhe konciati është në bazë të lejes së ndërtimit për investimin që do bëhet. Këtë po them. Dhe nuk është eksakte, domethënë një projekt mund të nisë megjithatë 3.000 lekë fillon, 123.000 lekë mbaron prapë. Megjithatë për procedurë sepse nuk i hyn fare këtij diskutimi në këtë moment të mbledhjes së Këshillit Bashkiak, gjithsekush nga këshilltarët ka drejtën e votimit dhe ka drejtën të votojë apo të mos votojë. Ky diskutim është në kundërshtim me rregulloren e Këshillit Bashkiak, për arsye se pyetje të tilla teknike me shifra, mund ta thoni dhe vetë se dini se çfarë do të them, bëhet në komisione apo jo, zoti Gërduqi, merren dokumentacione, vjen dispozicion dhe marrim dhe përgjigje konkrete. Ne nuk mund të hyjmë një diskutim me shifra në këtë pikë të mbledhjes së Këshillit Bashkiak ku nuk kemi asnjë dokumentacion përkatës. Po, patjetër. Çdo këshilltar merr pjesë në mbledhjen e komisionit dhe vjen i kompletuar në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, qoftë dhe me vendim komisioni thotë që ky projekt vendim duhet të kthehet sepse ky komision nuk e ka kaluar. Besoj se ne duhet të mbarojmë. Ne duhet patjetër të ndjekëm rregulloren e shumë e rëndësishme për mbarvajtjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak. Ndjeka e rregulluar. Po zoti Peçi, u tërheq vëmendje, nuk keni të drejtë fare të diktoni mendimin dhe pyetjet që ne po bëjmë si këshilltar. Plus është në rregullore në qoftë se ne vazhdojmë domethënë dhe na premi vrullin e pyetjeve dhe të bindjes që ne vazhdojmë dhe ta votojmë se nuk ishte as dikush që tha nuk ka parë asnjë që thotë nuk e votoj këtë projekt vendim. Thjesht ne duhemi të bindemi për ato që na kanë sjellë. Dhe nga momenti që juve i dini, ne që nuk i dim duhet të mësojmë. As duhet të pyesim. Nuk do ta vazhdoj debatin. Ka dikush pyetje të tjera lidhur me këtë projekt vendim? Jo, me tabelën 2. Zoti Bajrami? Duhet që ai na sqarojë këtë pjesë tek. Po zoti Bajrami. Që të bindemi që ta votojmë. Ka. Të kuptoj. Po bindesh me kollaj në komision, do ta kuptosh. Në komision, pjesë e komisionit e ekonomisë. Mund të merri pjesë. Nëse ne bindemi në komision, atëherë nuk marr pjesë në mbledhje pastaj. Po zoti Bajrami, na fal për vonesën. Taksa e pjedhjes në hotel, jemi tek pyetjet për procedurë. Pyetje me pikë pyetje. Taksa e pjedhjes në hotel ka qenë një nga ato temat që ka qenë shumë e diskutuar në Këshill. E shikoj të realizuar në masën 51%. Do doja të dija se pse ishte kaq, ndërkohë që shikoj që taksat e tjera janë realizuar shumë më mirë se sa kaq. Kisha edhe një pyetje, se shikoj që e zahuan goxha, shkallarja e cila lidh rrugën e 4 me rrugën e 5, një shkallare e cila është raportuar e realizuar, praktikisht është e realizuar 51% dhe taksa mbijetare bujqësore. 165% taksa tjetër. Kërkoj ndjes atëherë. Po e tërheqim pyetjen. Bie pyetja e kam parasysh se për cilat arsye është kjo. Shkallarja e cila bashkon rrugën e 4 me rrugën e 5. E kërkuar dhe nga qytetarët, shumë vite në planifikim, u realizua dhe na u tha që ishte e realizuar, morën vesh më mbrapa që ishte e realizuar 50%. Okej. Mbaron të vit? Okej. Faleminderit zoti Bajrami, zoti Shupa. Po zoti Meraj? Unë Meraj gjithmonë dhe problemi shqiptar kanë supervizion. Supervizorët është problemi i gjithë. Është një buxhet aty për supervizimin. Dhe në qoftë se me vërtet projektet e bashkisë dhe çdo projekt tjetër, edhe projektet qeverisë ndërore që dojnë ose që kanë probleme për shkak të supervizorit, se supervizori në përgjithësi është një subjekt që rri në hije, nuk e njeh publiku, dhe publiku gjithmonë, edhe pse buxheti i bashkisë dhe që një arsye pastaj ta bëj pyetje, ndaj edhe pse buxheti i bashkisë ke pyetje pa pikë pyetje. Fakt është pa pikë pyetje, sepse është diskutim. Kemi kaluar për procedurën diskutim. Ose pyesim, ose diskutojmë
sepse nuk mund presin këshilltarët e tjerë. Ka pyetje Ose pyesin ose diskutojnë. Bëhet me parashtres. Pra pyetja është kjo. Bën pyetje Buxheti I supervizorëve. Duhet ta them me zë të lartë që jo ta dëgjoni vetëm ju këtu që jeni këshilltar shumë të nderuar, keni dhe dieni se si zhvillohet një projekt, por ky buxhet I supervizorëve, të cilët marrin në dorëzim cilësinë e punimeve, marrin në dorëzim dhe ja çojnë bashkisë edhe kohën e investimit dhe të tjera, sa është realizuar 100%, a I kanë marrë lekët dhe nëse do kemi një përgjigje edhe për emrat e supervizorëve të projektet të Bashkisë Sarandës. Po faleminderit zoti Meraj. Kush mund të përgjigjet? Nga ekzekutivi? Me gjithë mangësitë që keni sot. Në kemi thënë ata ka një tal peqe që kur janë drejtora, bëhet që në anulloj, vetë kur vjen gjithë gjithë ata që kanë... Po, ata të gjojnë. Përgjigjet e duka. Atëherë përsa I përket financimit të Më intereson se supervizori o e nxjerr faqebar projektit, o e nxjerr faqebar bashkim, o I fshet të gjitha gjërat e projektit. Mundaj para pyetje që ta dëgjojmë. Atëherë përsa I përket financimit të supervizorëve, shkon profesionalisht me projektet, për ai kohë sa merr projekti, mbaron edhe financimi I atij projekti, mbaron dhe financohet edhe supervizori. Dhe s'ka të bëjë fare financimi me rregullshmërinë apo ku se çfarë, sepse ai ka firmos një kontratë me bashkinë dhe është dhe I qëndron kontratës e mban përgjegjësi për çfarë në shkruan, kështu që nuk ka të bëjë me financimi është I plotë, kemi asnjë supervizor të pa financuar deri në këtë moment. Nëse keni diçka konkrete, por nuk kam emra konkrete. Po faleminderit zonja Teuta, po zonja Çeçi. Desha të pyesja, rruga SNRP është marrë në dorëzim nga bashkia? Kjo pjesat e kisha, domethënë rruga tretëkare. Jo? Po faleminderit zoti Zhupa. Po zoti Janika, të jemi në rrugë të rrugës SNRP që thot, përkesa ajo si rrugë nuk është marrë në dorëzim, sa herë mbyllet si rrugë që bëhen riparime, përse nuk të bëhet kur ajo firma është paguar për atë pjesë ose pret të paguhet, dhe ndërkohë riparimet bëhen me fondet ose me punëtorët e bashkisë, përsëri këto problematika që nxjerr ose defektet. Po faleminderit zoti Janika. Edhe diçka shpresë përsëri për këtë rrugë. Përderisa ndërmarrjen e pastrimit e paguajmë dhe ka marrë fondin, ajo ka 2 vjet që nuk pastrohet fare si rrugë. Nuk shërben njeri aty. Gjithë pastrohet nga bizneset, nga gjithë, ne I paguajmë taksat I gjitha që jemi biznesën atë zonë, po ajo rrugë nuk pastrohet. Nuk e di ku duhet I kërkojmë llogari për këtë punë. Të gjithë na thonë s'është marrë në dorëzim, s'është marrë në dorëzim, po ka 2 vjet. Aty merret vetëm kohë shqiptarëve, po nuk ka as fshesar, asnjë shërbim tjetër. Jo ka ndodhur për pjesën e pastrimit në dielin time, për shkak se projekti ka qenë në zhvillim dhe nuk mund të kontraktori të ketë një rrugë për ta pastruar, për ta fshirë, kur nga ajo ana tjetër është duke u ndërtuar. Ajo nuk po bie për ditë. Ajo mund të vazhdojë edhe 10 vjet ashtu. Pjesa ai është një investim që nuk ka qenë atë ardha e bashkisë, ne kemi ndjekur gjithë praktikën ligjore, kemi bërë gjithë një problematikë. Dhe s'mund ta marrim në dorësi pa udhëzimin. Ora ju mos e merrni, dhe do bëni gabim ta merrni ashtu siç është ajo, aty ka dhe kontraktori prandaj vjen edhe merret që të bëjë riparimet të gjitha defektet që ka. Më që do mbaroj atëherë mund të vazhdojmë me pajisjen e kësaj. Atëherë ti që ka I fondi që jepet të marrësh së pastrimit, për atë ka një vit. Tek ata që apo të shikosh pjesën e rrugëve, që ka kompania e pastrimit, ajo nuk është e përfshirë. Po faleminderit. Po Tani, me qënë se jemi tek pjesa e diskutimeve, në lidhje dua të bëj një sqarim në lidhje se këtu merrem vesh me termat. Kur thomi një projekt I financuar nga buxheti I kontraktuar, kur thomi buxheti I kontraktuar të një projekti, do thomi që e kemi vlerësuar kaq të buxhet. Të lutem. Nga I grupi socialist që
Dua të bëj një sqarim të vogël në lidhje me drejtoreshën e financës. Kur thomi që një buxhet i kontraktuar është në këtë vlerë dhe thomi realizimi për periudhën, dua të referohem problematikës që ngriti zoti Peçi dashur për në gjashtë dhe në Metoq. Kur thomi buxheti i kontraktuar është kaq vlera dhe realizimi për periudhën 12 mujore është po e njëjta vlerë, do të thotë që është kontraktuar si buxhet, si financim dhe është realizuar në 2025. Dhe kur vim dhe thomi që akoma nuk është bërë se nuk nga firma ujësjellësit si ka mbyllur dhe jemi akoma në proces se do ta realizojmë, nuk ka pse të vinë letra i realizuar, të vi progresive, që në 2025 nuk është realizuar, por do realizojmë në 2026. Megjithatë, një shqetësim shumë të madh që kam unë në lidhje me të gjitha financimet e projekteve dhe kam ngritur dhe në komision, siç të thash, pavarësisht se komisioni nuk u bë, por kam një shqetësim shumë të madh që çdo projekt që bashkia sjell dhe kryesisht nga drejtoria e investimeve do dëshiroja shumë që të shoqërojë me projekte konkrete. Nuk mund të na i sjellin a priori gjithë këto vlera, 400 miliona atje, 1 miliard këtu, do bëhet kjo rrugë, rregullimin e rrugë të brendshme, rregullimin e rrugëve periferike të Sarandës pa asnjë projekt. Ka që vështirë, ju i keni projektet. Derisa i hidhni atë i tenderoni, ju i keni. Bëjni një kopje si janë edhe këshilltarëve, të dinë se çfarë, pse janë këto lekë. Unë personalisht, jo vetëm këtë që nuk do ju amiratoj në pensi, këtë nuk ju miratoj më asnjë lloj projekti nëse sillni në këtë fond. Do sillni vlerën bashkë me projektin shoqërues. Ju lutem shumë, e keni detyrim ligjor. Dhe për ne si këshilltar po dhe të marrim vesh që edhe votuesit tanë të thomi që është kjo projekt do bëhet kjo rrugë kaq e gjatë. A priori kaq miliona lekë, çudi e madhe. Faleminderit, kaq kisha. Po, Ore projekti nga sillaj. Po pra, po. Ore që nga bëraj se të nderon. Do jetë parashikim se s'ka si na bërë projekti. Po se di shumë, meqense është konkrete. Përgjigja po. Sillni projektet, shkojnë në Samiratoj. Të lutem zoti Gërdhuqi. Ka drejtën meqense fol. Zoti Gërdhuqi. Ka nevojë të bëjë në sjellë shumë nga ato lekë. E ke detyrim ligjor. Besoj se investimet, shumë besoj se di se ku janë këto që po tani. Por unë kam dhe të tjera, nuk do të tjera të tjera, se jam supervizori bashkisë, në shumë letra të lutem. Po të akord të rekë, Po, zoti Bajani? Duket qartë asë që ka ardhur koha që të mos i bëjmë gjërat copy-paste, si që janë bërë edhe më përpara, po ka nevojë për më shumë informacion. Ne jemi të gjithë këshilltarë, nuk bëhet fjalë për pozit opozit, jemi të gjithë këshilltarë dhe që të gjithë kemi përgjegjësi ligjore. Ma shkas këtu edhe nga diskutimi që u bë nga opozita në këshill, që të gjithë kemi nevojë për informacion. Transferojmë lek vit për vit. Nga viti ku jemi në vitin pasardhës. Nuk po them se nuk duhet bërë. Është një gjë që duhet bërë, e kuptojmë edhe ne, ka projekte të cilat janë në vazhdim. Po ka nevojë që te kjo letra që ne marrim këtu përpara, të ketë sqarime, të janë të lidhura qartë asaj. Projekti 1, projekti 2, projekti 3, ky është i realizuar kaq përqind, ka ngelur një pjesë që është për vitin tjetër. Ta dimë edhe ne sa janë paguar, sa ngelen për të paguar, sa është realizuar, çfarë presim që të realizojmë në çik, në tutje. Në fund të fundit nuk mund të themi nëse kemi një projekt për gjysmë, e themi është realizuar. Diskutimi tek rruga shkolla Ademsheme, rruga Ademsheme. Vazhdojmë që të kemi problematika, vazhdojmë që të kemi nevojë për punë, ka nevojë që të shoqërohen me letra që të gjitha gjërat. Nga ana tjetër, diskutim në lidhje edhe me ato që u diskutua në hapje të këtij takimi. Shikojmë që kemi të realizuar 27 ndikimin në infrastrukturë dhe taksa mbi kalimin e drejtës së pronësisë. Taksa e të drejtës së pronësisë është drejt për drejt e lidhur me punën që bën bashkia. Nëse bashkia nuk punoi këtë vit, ne buzvarur kemi për të qenë edhe vitin tjetër nga taksa e ndikimit në infrastrukturë. Taksa e ndikimit në infrastrukturë do t'jepet nga qeveria me lejet e ndërtimit. E di që nuk e kontrollojmë dot këtë pjesë, na është marrë kjo e drejtë. Nuk duhet të na ishte marrë, na është marrë në mënyrë të pa drejtë. Kjo si shumë të drejta të tjera.
ashtu siç është administrimi I arsimit, të cilin me konventën e Maastrichtit që ne e kemi miratuar si shtet, duhet ishte tek ne. Ne nuk mundemi dot që ta bëjmë atë gjën. Kopshtet e Sarandës nuk munden të vendosin dot një mësues shoqërus pa koordinim me drejtorinë arsimore, e cila bën mbrapa shumë shpesh. Dhe problematika ka qenë gjithmonë e hapur dhe ngelet e hapur edhe sot e kësaj dite në këtë pjesë. Kjo me kërkesën për ata të cilët do të jenë prezent në datën 5 maj në diskutimin që është në Vlorë për reformën territoriale, kjo bashki, si të gjitha bashkitë në Republikë, duhet të kenë të drejta për administrimin e territorit. Si ka mundësi që ne nuk japim dot leje ndërtimi për ndërtimet që bëhen në Sarandë? Marrim vesh tani që ka 30 kaçe që do jepen në Sarandë, janë dhënë në Sarandë dhe ne nuk e kemi idenë se ku, cili dhe si. Jam I bindur që asnjëri këtu në këtë këshill nuk do kishte miratuar gjëra të tilla. Vetëm miraton shteti, më unon edhe na thonë ne që dalë një çiste do ndërtohen nesër. Edhe nesër do të zgjohemi që të gjithë buzvarur se miratojnë këto gjëra, se ne se kemi të drejtën këtu që t'i miratojmë. Na duhet që të punojmë të gjithë bashkë në këtë drejtim. Në qoftë se kemi nevojë dhe e kemi nevojën që të administrojmë plazhet e Sarandës ne dhe jo qeveria, na është marrë edhe kjo e drejtë, në mënyrë krejt të pa drejtë. Me një VKM që nuk e mori vesh njeri se si dhe ku bët dëgjesa publike. Ne sa administrojmë do të plazhet e qytetit, jepen me qira si që do të qefi dikujt. Nesër mund të jepen edhe këto që janë brenda në qytet. E dham të drejtën, ky këshill e ka dhënë të drejtën që të administrojë ujësjellësi nga Tirana. Hoqëm dorë. Jo, është pjesë e këtij diskutimi I dashur. Është pjesë e këtij diskutimi që të gjithë së bashku duhet që të ndërhyjmë në këtë pjesë. Po na heqen të drejtat dita ditës. Përse mblidhemi atëherë në fund të fundit, nëse nuk mundemi dot që të marrim një vendim se çfarë ndërtohet në këtë qytet. Vjen fondi shqiptar I zhgënjimit, mundon edhe investon si ja do qefi. Investon këtu, investon atje, kërkon kryetari I bashkisë edhe s'bëhet. Dhe këtë po e them, mundon edhe nga ana e pozitës. Dalë një çiko vllai dashur, ai jemi ne administratorët e këtij vendi. Rrugët e Sarandës. Fusha e lojrave me dorë, mbaj mend për fakt, kryetari I bashkisë ka qenë kundër dhe ishte juaj. Kur u bë fusha e lojrave me dorë, donte 4 kosha. Ishim në dëgjes publike të gjithë së bashku. Dhe u bë në fund si çdo fondi shqiptar I zhgënjimit. Apo I shkatrimi, siç tha një kolegu jon këtu. Na duhet që të marrim masa Allah. Ndështrimi ishte individual, pavarësisht tonë Gjes për tonin. Ka njerëz që I duan investime, ka njerëz që I duan. I duam investime dhe duam qytetin më të mirë, po duam që dhe ne të jemi në fuqi të atyre gjërave që ndodhin, të ndodhin sipas dëshirës së qytetarit. Për procedurë në endje të votim të pikës 30 e ditës. Endje në votim projektimi numër 30 që është pro. Kundra, abstenim. I numëroj sekretarja. Po, besoj, zonja Vasi. Kalëm tek pika e 5 e ditës. Revendim për finantimin e nivelit të tavanit të bashkëpunësimeve, program buxhetor të dorë partnerës 2027-2029. Ka pyetje nga këshilltarë. Votimi I Bajrami. Yes. Që një pyetje. Po, do të përqim? Në lidhje me parashikimin e buxhetit afatmesëm, a është parashikuar ose është bërë në një dëgjes publike, siç e parashikon edhe ligji? Është më mbrapa. Nuk kemi të kjo. E kjo jenë, po, dëgjesa publike kalon një në parim dhe bëhen më mbrapa. Lexo ligjin e pik për pik. Është herët. Bëhet më mbrapa? Po më kështu është. Ja,
Tek pika 5 e Preventiv për miratimin e nivelit të arrave të avanave të shpenzimet të programit buxhetor 2027-2029. Kush ka pyetje nga qytetarët? Diskutime? Faleminderit. Vendim në votim për vendimin numër 31, kush është pro? Kundra, abstenim, miratorën. Kalojmë tek pika e 6 e vendimit. Për vendim për një ndryshim në buxhetin e Bashkisë së Aran për vitin 2026. Kush ka pyetje nga këshilltarët? Jo kemi pyetje, se do të shpreh dhe komisioni, pavarësisht se nuk u bë, ne e morëm në shqiptim, po ta qiç. Për atë çfarë këtu më këto. Po. Atëherë. Faleminderit. Jemi në të njëjtën situatë siç ishim dhe vjet pothuajse në të njëjtën periudhë dhe nuk e di ndoshta edhe ndonjë muaj më mbrapa. Kërkohet një ndryshim në buxhet nga për parantezë, kjo është një përgjigje e pyetjes që kishit pse i transferon këta. Po pra, po, jam shumë i qartë. Pse transferon? Ne nuk i transferojmë. Jam shumë i qartë. E njëjta gjë do ndodhi atë po. Dhe njerë, mund të ishte planifikuar shumë mirë në buxhetin e vitit 2026, se e dinim që ato nuk u realizuan të ardhurat që janë atje dhe mund të ishin planifikuar se shikuan. Pyetja nuk transferohen, bashkia ka sjellë që ne të bëjmë investimin në kohë reale, të mos transferohen nga vitet. E kuptoj shumë mirë, po edhe vjet transferuam 4 miliard lekë dhe ngellën të njëjtat dhe njëherë të njëjtat lekë që transferuam vjet ngellën prapë në buxhet dhe transferohem si vjet. Dhe ju garantoj për këtë. Kemi pas të njëjtin projekt vendim vjet. Që Bashkia Saran ka nivel të lartë të ardhurash. Dhe njëherë nuk ka të bëj fare me nivelin e lartë të ardhurave. Dhe njëherë kemi të njëjtën për të njëjtat projekte kemi transferuar lekë vjet dhe po na kërkohet të transferojmë dhe do konkretisht rruga Adem Sheme, rinovimi i rrugës Adem Sheme. Ishte vjet kemi kaluar 400 milion lekë të vjetra, nuk u realizua, kërkohet prap 400 milion lekë të vjetra, jo se u shpenzuan. Jo. Kush realizua rruga Adem Sheme? Një segment, 50 metra, sa është arru? Sa është gjithë vlerë investimit? Dhe e gjitha, sa është mu? Po nga shtaku deri tek precizimi gjimnaz, da vetëm ai segment është. Do përrend, në 2 vjet që kemi këtë projekt që po e kemi në përduar, është realizuar 20%, po atë po bëj, po më jep. Pjesa poshtë, po a është një qitë segmenti do bërë të rrugu i dardës. Ku kam, ose ka projekt, të tash dhe njerë, ku më kedën projekt, që në i segment të kemë. Jetë projekt e ti që të kemë segment. Unë i kam kërkuar tërkohen, me gjithata, edhe njerë. Jo sa do është të puna, më mundë. Dhe njerë, nga kjo vlerë që kërkohet, një pjesë e vogël shkon për paga edhe sigurime, që është mëse normale, se ne veti kemi miratuar, si pas VKM-s për rritjen e pagave të punojnësve të administratës, dhe një vlerë rreth 4 miliard lekë le të thomi, po dovej po ashtu për financimin e projekteve. Ideja është që në këto, po ashtu kemi këtu një parashikim për ndërtimin e një godine, ajo që thamë, që diskutuam 4 kace parkim mbrapa, ashtu do ato shë. A është e mundur të kishim një projekt para se të miratojmë këto fonde? O zoti Zhupan? Shumë faleminderit. Mirë do ishte ta kishin gjithë kolegët që të jenë shumë koshien para se të miratojmë fonde. Po faleminderit. Po, dhe kam projektin, këtë doja projektin madhan. Po. Dikush pyetje tjera ka? Po, zoti Zhupa është nga
Një pyetje konkrete ka një pyetje të financës. Po të gjithë zëti një mjere, pa se në të pyetje. Edhe për ta shpjeguar të publiku, për ta shpjeguar edhe Po vetëm foto ka. Shuma trashëgim pa destinacion në shumën 425.000, presje 377.000. Pra, kjo është pyetja. Mund t'ja shpjegosh edhe këshillit, edhe publikut, këtë shumë e cila transferohet ose kalon në zëra konkret. Çfarë është nga buron dhe ç'është kjo shumë? Me qënë se ushtrohet të përpara nga zëtëria nga shpëtushi, dhe sqaroj edhe njëherë se të sqaroj shumë herë. Parashikimi buxhetit bëhet siç e di vendimi. Që me të qesa publike fillon në shtator, tetor, nëntor është i përfunduar sipas afateve ligjore të jetë përfunduar. Që kështu i vije që nuk mund të parashikohet fikse sa buxhet kemi për ta parashikuar. Të lutem më dëgjoj për pyetjen që bëre edhe. Nuk mund parashikohet, nuk mund bëj një parashikim i saktë, sepse nuk e dim do se sa të ardhura do kemi këto 2 muaj, që janë edhe muajt e fundit që janë vendimtar, mund të kemi të ardhura më shumë, mund të kemi të ardhura më pak. Kështu që ne jemi në një pozicion. Kështu që ne jemi në një pozicion, do të thënë një parashikim më të vogël se realiteti, duke qenë se kemi pritshmëri që të realizojnë edhe projektet e financimit në fund vit. Po ndodh që edhe nuk, për arsye të ndryshme, edhe nuk jemi të pritshmëri, që kështu, kur bëhet raportimi në fund të vitit, ka teprica fondesh, të teprica fondesh, i mbartin dhe quhet trashëgim pa destinacion, sepse është një llogari ekonomike, nuk është se këto janë vërtet pa destinacion. Pra janë të ardhurat e bashkisë që janë të realizuar për vitin 2025 dhe do të transferohen të futen në buxhet për vitin 2026. Çdo vit, edhe si çdo vit e tjerë, edhe si vjet, kryesisht këto 90% këto fonde janë kanë shkuar për financimin e investimeve në infrastrukturë. Këtë punë kemi bërë edhe së vjet. Po ta avilire, atje janë projekte me vlera goxhat konsiderueshme, që nuk është mjaftueshme ky fond dhe financimet do zgjaten edhe në 2027 dhe ndoshta ndonjë edhe në 2028, duke qenë se projektet janë të shumta për numër, por janë edhe shumë ambicioze për sa i përket fondit. Kjo është gjendja. Kush e ka të radhën? Edhe unë se diçka. Kush ka pyetje të tjera? Po, kam unë. Po zoti Koçiu? Jam dakord me shpjegimin që bëri drejtoresha, sepse detyrimisht që është qartë fondet janë të mbartura nga viti kaluar, do të kalojnë dhe do të kalifikohen në këto destinacione. Problemi që përsëritet 3 pasere është këtu që në vin tabela me rrugë, tabela me investime dhe të pashëgjurohet të paktën me një projekt ide. Do të mësojmë që para këshilltarëve të vinë me projekt ide, mos miratojmë tabelat, po të miratojmë projekti ide që ka bashkia. Aq më tepër që të gjitha investimet që zgjedh bashkia, i zgjedh duke anashkaluar dhe duke mos patur asnjë lloj dëgjese publike se cilë rrugë ka prioritet njësia vendore, në 6, në Ksamil, në një lagje të caktuar, që të mbledhet me njerëzit të dëgjojnë, ne kemi prioritet këtë rrugë. Prioritetet i cakton vetë, projektet i bën vetë, kontrolle nuk ka, dhe ne na vin tabela për të miratuar. Kjo praktik duhet mbaroj, kështu që në këtë projekt vendim votojmë me shkundër. Faleminderit zoti Koçiu. Ka dikush tjetër? Po. Thot rikualifikimi i rrugëve të brendshme, thot diku të 319 milion të zonës turizëm Kanali i Çukës faza e 3. Cilat rrugë janë? Është rruga paralele me rrugën e re ose me rrugën Botrin, që po vazhdon. Janë bërë 2 faza, që po punohet aktualisht atë. Çdo fazë të rehat deri në mes të rrugës Panorama
Dhe duke që se është projekt i madh, dhe bashkia nuk ka mundësi që të bëj pjesë, u bë me pjesë, mos të bëj një financimin total. Kurse pjesa e që përsërit e turizëm kanë çupat si janë rrugët turiste, që do të ndërmjetin rrugën Mostrinçi me rrugën edhe me rrugën që po bëhet vertikale. Do shkak se atje është një investim që po bëhet në fondin e zhvillimit të turizmit. Duke përfunduar arritje do të kemi gjithë rrugët e aksesit të përfunduara që të arrijnë të realizojnë mundaca. Prandaj është bërë në faza e ndarë edhe për efekt se duke qenë se një kompani i bie që ajo është një zonë që duhet të mbaroj shumë shpejt. Edhe kemi ndarë dy faza që të jenë dy kontraktorë që të ecë sa më shpejt që për vit në ashtu të jetë gjithë mundaca e bërë. Kam një pyetje tjera? Diskutime në fakt, se zoti Koçiu ka shënuar në diskutim. Duke parë këtë tabelën e investimeve, të kjo shtesa e buxhetit, më vjen mirë që Samili shikohet në përparësi dhe ka goxha financime të rrugët e brendshme, tek trotuaret, tek pedonalet, por më mirë më vjen te pjesa që më në fund kërkesa e qytetarëve, domosdoshmëria e parkimeve. Më në fund po vjen një projekt nga bashkia, i shumë pritur dhe i shumë kërkuar në kryesi, në këshill. I gjithë se është i kapacitet jo normal se Saranda kërkon tjetra parkime, sepse me 190 vende që afron ai parkim, gjithsesi është një zgjidhje dhe një angazhim që më në fund këta e kanë marrë përsipër për ta ndërtuar. Edhe vendi për mendimin tim është i përshtatshëm. Dhe falenderoj për këtë pjesë ata që u bën dorë për të sjellë këtë investim. Ai të domosdoshëm që thash. Por kryesorja është për shembull sot në Samil janë 5 firma që punojnë. Dhe të vjen keq kur shikon atë angazhim, atë punë pa përgjegjësi, ma kryesisht drejtorin e Samilit që është në një gjendje si në Kandahar. Sa të pa përgjegjshëm janë ata njerëz sikur dhe me qëllim ta bënin, nuk do ta bënin më keq tani në prag të sezonit turistik, por duke sigurisht në dhjetor, në tetor, pa përgjegjësi maksimale. Nuk mund të them për firmën tjetër Beqira për shembull që e shoh vetë angazhuar te trotuaret i fillon me ora 7 e ikën ora 7 të darkës nga Hotel Lilio deri te Kishbanga Tirana, ndërsa problemi shëtitorës ku ka biznese të fuqishme që nga Arbiori, Podaj, Greku, Kristali që janë potencial të aktivitetet në Samila janë taksapaguz nga më të mëdhenj të jenë atë gjendje bizneset dhe rrugët para tyre. Por mua duhet nuk e di kush e ka për të tillë që ata investitorë aty të vjen para përgjegjësisë, sepse tentojnë jo vetëm ato biznes, por gjithë turizmin e Samil bazave të Sarandës. Këtë projektin do ta votoj sepse shoh që janë investime, gjithmonë kanë një zëri të investime dhe ju shumë do të gjeni nga ky parkimi që aq shumë keni kërkuar dhe shiqi që është momenti për ta votuar të parkimin e jetës. Faleminderit zoti Ahmeti. Faleminderit zoti Mera, i të dëgjojmë zotin Çela. Ju lutem. Nuk ju lutesha. Duke parë listën e shtesë të projektit, të pasë të projektit vendim, që janë gati 7 vjeç të investime të ndryshme, nuk tërheq janë plotësisht dakord me mendimin e kolegëve të tjerë, këto diçka duhet të sasirohet dhe të bashkangjitet projekti çdo investimi. Por, duke parë situatën tjetër, janë edhe lekët gjendë. Duke parë që rruga e parë, rikualifikim të bëhet portuar me qimë dhe shtesë të rruga dhe qimë, është faza e dytë. Mendoj se këtë është faza e dytë, projekt duhet tjetë. Dhe ne nuk kemi përse ta penalizojmë të pjesë duke parë e kyrja dhe e shkolla dhe në qemë dhe Europa e bërë e tjerë, dhe ne të presim se të limarim të gjitha projektet e tjera, mendoj se ose duhet të shkëputit, ose duhet të miratojmë. Po e një të gjithë,
tek rruga Valent Pambën, nëse i bie kjo via agjencia keqe, nëse dhe i bie jetë më urgjente, pa pritur më të për të ndërhyr sepse është bërë pak arrështim, makinat nuk ka vënë dot. Po ka rënë tek parkimet prapë, që po vërin për parkime dhe ne të abonojmë të këtë, edhe si kur në mes të natës të qonë dhe abena të projekt, duhet kaluar dhe duhet bërë. Kalojmë tek pjesa tjetër, mobilim kopshe dhe shkolla. Nëse ne do të rrimë në një burokraci të qëndrojmë, të mos kalojmë, prandaj edhe për këtë pjesë mendoj se duhet kaluar, po duhet të ndajmë ato që janë mos emergjente dhe t'i kalojmë, ose shtim të projekt vendim për herën tjetër, të procent të gjitha dhe të kalojë e gjitha së bashku, nëse do të bjen një ndërkohë. Por ama, edhe një përgjegjësi duhet të dalin për ata që nuk e bëjnë, nuk i pasqyrojnë to, sepse kemi kohë, kemi në çdo mbledhje, në çdo pikë të tillë, kërkojmë të njëjtat gjëra. Dhe nuk kemi bërë përgjegjësi askush. Po faleminderit zotit Çela. Po, një pyetje, çfarë pasojësh ka nëse çfarë pasojësh ka nëse ka një problematik në diskutim, po marrim një çështje që nuk themi pasojat e efekte. Pra, nëse nuk ndërtojmë një ankesë, do të themi pse ndërtojmë ankesën. Nëse ndërtojmë diçka, pse ndërtojmë diçka. Pasoja është kjo. Pasoja është kjo. Është rruga bulevardit këtu. Nuk e kemi parë fare projektin. Nuk e dim çfarë po bëj. Dhe nuk e pastrojmë dot. Kjo është arsye. Se nëse ne do ta shikojmë aty për paraqitet, për shifoni dhe vjetin që konsiderojmë. Të lutem, mos i gatrojë. Kjo mos fare informoj. Po se janë investime. Ne disi e kemi ai. Po pak se bërë këtë titull të këtë përgjigje. Ato përgjigje ka prapë. Okej? Prandaj, nëse ne nuk do të dimë çfarë do të bëjmë, si do të bëjmë? Në rastin konkret? Në rastin konkret ja konkretisht. Mundet të... Në parlimin dhe për rastin konkret. Rastin konkret. Ka një kush faleminderit. Po një përmbledhje, dhe për grupin, një shpjegim dhe për grupin. Nga njerë dhe vekturve, qimtarë, paraqiten para kameras, para publikut, bëjmë pyetje, sigur janë fillestar që vinë këtu. Këto projekte i kemi kaluar në 10 mbledhje të mëparshme, pra i kemi miratuar projektet para 1 viti, para 2 vjetëve, para 5 vjetëve. I kemi parë si projekti dhe pasaj i kemi miratuar si projekte. Avash, të lutem, mos të lutem. Të duhet kam për ty. Projektet i kemi... Do të lutem se more gjithë kohën e mjaftueshme. More gjithë kohën e më të flas për grupin tash, flas për ne, jo për ty. Dhe po lutem, jo, janë publike, mos ndryt të lutem. Projektet janë në zhvillim, projektet janë në financim. Dhe ne tash nuk mund të i mësojmë ndonjë këshilltar këtu t'i themi që e di si muhabetet ta tregoj këtu. Ky është projekt publik që është duke u zhvilluar dhe është duke u financuar. Dhe këto llogari shkojnë te rruga e 4, ndoshta te rruga e 4, te rruga Demsheme, shkojnë te rruga e Ksamilit, shkojnë. Këto janë të projekteve në zhvillim të cilat projektet janë publike, sepse është në detyrim. Dhe nëse do në kryet kantierit shiko tabelën e investimit. Po kur nuk e shikon ti si këshilltar, çfarë i përcjell qytetari që ka të votuar? Mos i bëni gjëra sikur ne na ka ardhur një letër këtu me financime dhe me tabel, edhe këto i hedhim në një vend ashtu. Jo, këto kanë emër dhe kanë adresë. Në çdo krye, ne nuk do të bëjmë tabel në investimit, kantieri është 80% në përfundim, edhe ti më kërkon mua ku do vej kjo. Ku t'ja thua? Nuk fola për ato, flas. Për ato i thotë që nuk do ta votoj. Në Ksamil, gjithë publiku e shikon që gjitha rrugët e brendshme janë kantier dhe po përfundojnë. Ne ngërëm, ai dikush do ngërëm dorën. Po zoti Lapa, ne përfundimisht si grup do ta votoj. Faleminderit zoti Meraj. Po zoti Lapa, atëherë lutem të dëgjojmë projektin drejtori. Kryetarin e Komisionit të Turizmit. Dhe unë do ta votoj atë parkimin se pash dhe më pëlqeu dhe kemi kërkuar vetë parkimin. Po faleminderit. Atë po e nis me anën negative të faleminderit papi të lutem. Po e nis me anën negative të anën pozitive. Kjo letra që na ka ardhur si një letër që i çohet plakës në pragun e vdekjes për t'i marrë firmën që t'i marrësh pronat.
Ndjes kush e ka bërë këtë letrën, po më duket jashtë 2026. Ne kemi nevojë për më shumë informacion, të gjithë këtu po pyesim informacioni. Lexoj disa pika. Rikualifikimi i shkallëve në Sarandë. Saranda ka pafund shkallë. Neve nuk meritojmë të vim këtu tani dhe të rim 4 orë të bëjmë pyetje cilat shkallë. Unë jam pro kësaj, hajde votojmë, merrini lekët, halal, do i marrin lekët, se dhe unë jam qytetar këtu, por në fund të ditës që të kemi informacion, do bëhet kjo shkallë, dhe do mbaroj kjo shkallë. Në këta ditë, mendoj se e meritoj, se nuk po jetojmë në kohë të xhaxhit ku nuk lejohet të bëjmë pyetje apo të kemi një informacion. Mbase një qytetar do afektohet nga një investim, ndoshta do vetë të ngri një ankesë në bashki. Pra, informacioni më duket shumë i vakët. A kemi hapësira për përmirësim? Mendoj se është shumë e lehtë për ta përmirësuar. Kaq kisha, të falenderoj dhe shpjesoj që mos i kemi të njëjtat gjëra viti 3 të jemi në Këshill dhe kemi vetëm nevojë për informacion. Informacioni vazhdon të jetë shumë i vakët. Meritojmë më shumë. Faleminderit. Faleminderit zoti Lapa. Atëherë hedhim në votim projekt vendimi numër 32, kush është pro? Kundra? Abstenim? Miratohet. Kalojmë tek pika e 7 e rendit ditës. Projekt vendim për një ndryshim në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 121, datë 31/8/2023, për ngritjen e Këshillit Artistiko-Kulturor. Atëherë tek të ndryshmet marrëm dhe përgjigjen zoti Ahmeti, tek të ndryshmet marrëm dhe përgjigjen, e diskutojmë dhe marrim përgjigjen. Për ngritjen e Këshillit Artistiko-Kulturor dhe miratimin e rregullore së funksionimit tek të ndryshmet do t'jap fjalën që ta ngrish. Pranë Bashkisë Sarandë. Kush ka pyetje lidhur me pikën me projekt vendimi numër 33, po zoti Hoxha? Po. Sekretari i Komisionit Agrikulturës Kush i zgjodhi? Atë. Po. Mund vazhdoj? Po. Si rrallë unë nuk kam qenë në komision për disa arsye, sepse nuk kam qenë në Shqipëri. Megjithatë sapo erdha, unë u interesova për specifikisht për çfarë kishte kaluar në komision, dhe sigurisht edhe për këtë krijimin e Këshillit Artistiko-Kulturor që ka qenë një emergjencë për ne që merremi çik me projektet artistike dhe kemi presionin e atyre që hartojnë projekte. Nuk ka të sharë për sa i përket përbërjes emrave, është një kompozim shumë i mirë, sidomos edhe për sa i përket kreut, çimit, por ka një problematik sepse këtu ka një nonsens që unë doja të ndaja me zyrën juridike, thot miratimi i rregullores, pra miratimi i përbërjes ngritjes Këshillit Artistiko-Kulturor dhe miratimit të rregullores. Mirë po rregulloria nuk ndodhet bashkangjitur. Ndërkohë që ka një frazë tjetër që thot, të cilat mbetet të pandryshuara sipas rregullores së miratuar më parë. Si ta zgjidhim të nonsens këtu, pra mungesa e rregullores dhe një rregullore e miratuar më parë. Po. Po. Për një ndryshim në vendimin e Këshillit Bashkiak numër 121 nga 31/8/2023 dhe citojmë titullin. Në këtë vendim të Këshillit kemi miratuar përbërjen në pikën 1 dhe në pikën 2 kemi miratuar rregullore. Pra do jetë ajo rregullore ekzistuese. Rregullore funksionimit s'ka ndonjë nevojë për të ndryshuar, vetëm për sa i përket përbërjes që ishte dhe mandati 2 vjeçari më parshëm, do ndryshoj vetëm përbërja. Rregullore mbetet e pandryshuar për sa i përket funksionimit, se si do të miratohen projektet e ndryshme dhe se do të mbështeten financiarisht nga bashkia. Po përbërja ka shtës. Ky është një ndryshim. Është një vendim për një ndryshim në një votë më parshëm. Në rregull.
Po zonja Alkushi? Duke parë përbërjen e këtij komisioni, kam një pyetje se sa ishin kërkesa për të marrë pjesë në këtë komision dhe pse në barazim gjinore këtu është vetëm 20% femër dhe 80% vajzë. Ka një përqindje, një raport flasin për që janë të barabarta në 50-50, të paktën 40-60, 80-20. Të pjesë nuk është se kam të ndihmëri. Faleminderit zonja Alkushi. Ka ngel dikush nga Përsa i përket mbërritjes nga ana juaj, nuk është se Shqyrje, kush e bëri selektimin, sa kërkesa ishin, pse u selektuan dhe pse nuk shkuan atëherë propozimet, në fakt propozojnë nga drejtoritë përkatëse që mbështesin punën në gjithë fushën e veprimtarive artistike, nga grupet e interesit, janë marrë propozime të ndryshme dhe janë përzgjedhur këto figura nga drejtoria e qendra kulturore, drejtoria e projekteve, kabineti kryetarit, bashkarisht, meqense janë persona që kanë më shumë kontakt me të gjitha grupet e interesit për këtë fush, janë përzgjedhur duke qenë se është dhënë mundësia në Këshillin e parë disa qytetarëve të nderuar dhe në këtë rast janë munduar të janë të nderuar. Kështu që a kishte femra të tjera dhe pse nuk u selektuan? Nuk është se në fakt nuk është se në këtë moment askush nuk paraqet kërkesën për të qenë pjesë në një bashkëpunim. Propozimet iniciohen nga vetë administrata këtu, po se nga momenti që ka kontakte të vazhdueshme me persona dhe me grupe interesi, janë mirëmenduar emrat përkatës të cilët mund të angazhohet e bashkarisht kanë marrë dakordsi nga ana e tyre dhe janë përfshirë dhe janë propozuar për të miratuar. Po, faleminderit. Tani të gjithë nuk ka lidhje kriteri ligjor që mirë në këtë rast jetë të caktuar shkremisht, duhet të jetë kaq femra, kaq meshkuj. S'ka asë në një lloj pengimi ligjor këtë gjë. Nuk ka pengesë ligjor. Jo. Atë është e vërtetë. Ka dikush pyetje të tjera nga këshilltarët? Diskutime? Nuk kemi kalon votim sepse nuk ka pasur kërkesa tjera. Atëherë erdhim në votim për rekomendimin numër 33 kush është për? Kundra? Absteni? Miratohet. Kalojmë tek pika 9 e ditës. Pak pika 8 është po. Drejtësia e ekzekutivit lutem qetësi. Qetësi. Drejtori i kulturës. Qetësi. Drejtor. O drejtor, do fjalën. Po çka kishit? Po ulu nëse dini as. Atëherë në vëmendje ekzekutivi lidhur me pikën e 8 të renditditës. Jo, me pikën e 8, sepse është ju nga renditdite. Çdo projekt vendim duhet të shkojë në komisionin përkatës. Kalojmë tek pika e 9 e renditditës. Informacion mbi ecurinë e investimeve publike në infrastrukturën rrugore të financuar nga tarët e bashkisë dhe nga fondet e Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Ishte zoti Barjami t'ja thoshnin në dialektin që donte. Apo jo zoti Gruq. Kush ka pyetje lidhur me informacionin? Po? Ju lutem me ekzekutivin në vëmendje? Cilësia shumë e dobët, nuk e di kush është supervizor atë e direkt punime. Kjo cilësia qoftë resuria e punime është shumë për të shkruar dhe unë si përpën qëllimisht. Për mua sigur të e qëllishme. Do të keqë, nuk ta do të askush. Atë të gremi një komision majtas, djatas, shqiptar, dhe të shikojmë ati. Sa unëritse është, unëritse të. Ja, dhjetë mesajë të anin nuk do vinë nga ta që kam biseset ati. Janë të dështuar totalisht.
plus që atë janë mbi 1500 pushues që kalojnë çdo darkë, plus që kanë ardhur nga Saranda këta me suvenire zënë ata goxha sipërfaqe që s'kan ku të vënë si fare, është një katastrofë e vërtet. Katastrofë e qëllimshme nuk e di, nuk e them dot, po dhe sikur e qëllimshme më keq s'mund ta bëni. Nuk e di, dua ta filloj këndeja që të japi ato informacione. Bashkojmë me Lëundën. Po, faleminderit zoti Ahmeti. Ka një përgjigje nga ekzekutivi dhe patjetër kalojmë me lidhur me propozimin Kam qenë vetë brëm dhe pa mbrëm, e kam parë nga afër ato. Prandaj flas. Po, se si kam parë në kështu. Me të dëgjuar ose me të më thënë. Po, zoti Zhupa? Ne kemi qenë të angazhuar maksimalisht që e projektet se sa më shpejt. Supervizimin e kanë ata, ne jemi përfitues tek ky projekt. Besoj se edhe bashkë kemi diskutuar që ne kemi një angazhim maksimal të mbarojë sa më shpejt. Paktën pjesa e zonës ku janë. Na kush kontrollon nga këto na kush kontrollon? Atje është mizerabël, atje është katastrofë. U isha mbrëm të them shëndetore me atë kështu. Ata biznesat aty janë bizneset fuqipe, që po daj. Ai grek. Ja, ta orange. Po është diçka dani, jo vetëm bizneseve, që janë taksapagues më të mëdhenj se janë bizneset të mëdha, edhe mbushin thesin e bashkisë, por ai dëmi i madh i kësaj jemi në maj, se në tetor. Dhe ajo është gjendje katastrofike. Dikush do vetë flasë atë, do të heqin veshin, ti penalizojnë. S'kan paguar, s'kan ashtu kontrata, s'kan zbatuar kontrata. Kanë afate kohore ata. Jo, kanë afate kohore apo s'kan. I kontrollon njëri çështën aty, apo çështën mizerabël. Si ka supervizor, ja ata që vazhdojnë. Kanë lënë gjatë gjithë periudhës se mbushën deti me dhera, edhe bën atë vendin, atë plazh ai të bukur, ai të kristalte kanë mbushur me dhera. E bëjnë atë një pishin, kanë gjetur një pishin, kanë bërë një rumbullake atje. Nuk e di se çfarë është ajo, pse ka bërë atë projekt, kanë bërë një dalje në det aty. Po shkatastrofë, kanë bërë atë bukuria aty, kishte me pisha, ishte me kështu. Edhe nuk kanë projekti. Edhe një, shuditoria ka qenë shumë e mirë, nuk kanë zjeruar 1 milimetër, 1 milimetër të ekzistuesës. Jo, kanë hequr muri. Çka kanë hequr muri përballë vetëm. Asnjë gjë s'kan bërë. Kanë hequr vetëm muri përballë. E kanë shkatruar totalisht, nuk e kanë bërë me qëllim për të prishur ato shuditorin nuk e gjen asnjë vend të Europës. Me atë gjatësi, me atë bukuri, në asnjë vend të Europës nuk e gjen, se kanë dalë, kanë lëvizur. Dhe ata po e shkatrojnë. Kanë prerë gjithçka për mua. Duhet ngrihet një grup shqiptarësh të vënë në vend ta bëjnë problem. Dhe të vënë para përgjegjësisë ata. Ato lek vend dëm, mbase nuk e di, ja abuzojnë çfarë bëjnë, është katastrofë. Le të ngrihet kryetari i Këshillit, me kryetarin e grupit të PS-s, nga i djatha të vënë një grup dhe ta shikojmë në vend. Është katastrofë, është sabotim i turizmit në Ksamil dhe në Sarandë. Kaq, di të them unë, e them me pastërti dhe është 100% si po e them unë. Pa shtuar asnjë not, as flas si opozit, flas si biznesmen. Si biznesmen i pa në Ksamil dhe në Sarandë. Më dhimbse shumë. Më dhimbse shumë që po shkatrohet pjesa më e bukur e Ksamilit. Dhe ati operojnë bizneset nga më të fuqishme në Ksamil, që janë taksapagues nga më të mëdhenjtë e bashkisë. Faleminderit, më falni për tonin e zërit. Jam i ashtu sepse gjendja është katastrofe. Duhet jeni të gjithë të ndërgjeshëm dhe të ashtu. Secretarit zotit Ahmeti, sekretari këshillit Markus Derat, kryetarët e komisioneve, marrë masa për ta ekranuar si problematik, si pas në shtetet e rregulluara së Këshillit. Në që se bashkia e ka alibi për çdo pyetje të bëhet me investime, dhe me Këshillit. Është një firma tjetër që bën trotuare, po është angazhuar vetëm me një firmë se kanë bimjet. Zoti Ahmeti jam plotësisht dakord me ju. Kështu që sekretaria e Këshillit në shtatin nga në shtat, s'mund të themi për atë se bashkë që do të ashtu edhe punimet në fatin më të afërm po. Shuditoria po e sabotoi. Fillimisht bëra propozimin dhe të vazhdojnë dhe kam edhe unë. Atëherë hedhim në motim, ju lutem zoti Ahmeti, do të lutem. E kuptoj që je revoltuar, por duhet ta bëjmë tamam. Se pasaj nuk marrim vendim ne dhe ngelet dhe tërheq me mendjen zoti Bajrami thotë që pse nuk është. Atëherë kush është dakord me propozimin e zotit Ahmeti, kush është dakord? Edhe në fund kam diskutim. Kam diskutim Ka diskutim, po. Mbarojmë me diskutim që nuk është problem i lehtë ta kalojmë kështu direkt në votim.
Jo, është informacion. Po e informacion do diskutojmë se kjo është problemi. Tani problemi i investimeve. Po nuk që të kuptohemi. E mora fjalën tani, faleminderit. Problemi i investimeve është një problem madhor. Bashkia nuk mund të justifikohet që këtu ka investime, edhe në duhet mbyllim syt, sepse investimet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit janë katastrofike. Cilësia e tyre, të gjithë qytetarët që na dëgjojnë, edhe ju vetë që kaloni nëpër rrugë, janë skandaloze. Sepse këtu nuk ka kontroll, pavarësisht se ata kanë supervizionin e tyre, bashkia do të vendosë supervizionin sepse bashkia do të marrë këtë punë në dorëzim. Nuk është kontrolluar procesi punës gjatë kryes investimeve dhe kaloni nëpër rrugët e Sarandës aty ku janë bërë këto mozaik, shtrimi me mozaik, vetëm mozaik nuk janë ato. Më mirë ishte bërë me asfalt dhe me trotuare dhe ishim të kënaqur njerëzit, sesa kjo cilësi kaq çfarë të mund, nuk e di ka marrë se ka marrë ndërgjegjësim bashkia këtë punë, po e njëjta që ka ndodhur edhe me infrastrukturën e brendshme në Ksamil me rrugët. Janë bërë rrugë nga Fondi i Zhvillimit pa azhornim topografik. Me justifikimin që të marrin fondin, janë bërë rrugët direkt pa azhornim topografik, pa profile, pa asnjë. Hidh baza, gërmo kot, pa kanalizime të ujrave të bardha. Nuk e di sot pjesën e trotuarave që i merr bashkia për t'i bërë, a janë planifikuar apo jo kanalizimi i ujrave të bardha. Ato rrugë që janë bërë kështu pa cilësi, po ti shikosh sot Ksamil ka degraduar. Pa mbush akoma një vit. Nuk ka lëndot me ato rrugë. Pra, hidhen shumë lek dhe cilësia pastaj janë lek hidhen tëm, se janë lek taksapaguese të gjitha këto dhe nuk i shërbejnë komunitetit kur bëjnë pa cilësi. Siç ka ndodhur gjithandej. Kështu që kemi bërë për shumë, po i kemi bërë për lumë, nuk është një gjë e këndshme për ta dëgjuar. Në lidhje me problemin e shëtitores, jam shumë dakord me kolegun me përparimin. Ajo është, edhe projekti është shumë i bukur, shëtitores, thjesht bashkia duhet të ushtrojë presion që të realizohet me cilësi, sepse është gjuna që një investim i tillë, madhor, të dali jashtë kontrollit, e të kemi të njëjtat situata siç kemi patur edhe me rrugët e tjera. Ka relief shumë të mirë, shumë atraktive, duhet t'i kushtohet rëndësi kontrollit asaj dhe përfundimit të punimeve në kohë. Se balta ndej plur, andej plur në behar, plur në dimër. Kështu vajte kjo punë. Edhe të planifikojnë ato investime në kohën e dur që njerëzit mos bllokojnë gjatë verës. Një problem tjetër është një shqetësim që dëgjojmë nga qytetarët në lidhje me parkimin në këtë rrugë në re që bëhet. Është një çështje teknike, nuk e di se ç'mendim ka Martioni për këto. Te kjo rruga ka të si është puna e atij parkimit, me që pati edhe një reagim qytetar që edhe ne të dimë se ç'bëhet atje, a është ajo në sensin e duhur sipas ligjit, sipas sigurisë, sepse justifikimi për shembull me 10 parkime më shumë, 20 parkime më shumë nuk prevalon mbi sigurinë e njerëzve dhe të mos patur aksidente, mos patur raste jo të mira për sigurinë e rrugës. Po zoti Zhupa? Është faza e parë që u hap për shkak të efektit të ngarkesës së zhvilluar në qytet dhe nuk mund të mbahet më akoma 5 vëllezëri plak. Kështu që kur do përfundohet e pjesa tjetër që lindet deri te pjesa spitale, do shikohet ndryshikimin edhe Do rishikohet, okay. Për shkak se ka një problem, qyteti bllokohet në qendër dhe nuk po ekziston. Edhe efekti që në atë sens i vati na shkruar të jetën e parkimit më shumë. Po duhet pas se siguria prevalon se është shumë e rrezikshme. Ta kesh timonin në krah. Edhe të futesh pasaj Po faleminderit, zoti Zhupa, po zoti Qela. Meqense jemi tek kjo rrugë, së pari unë doja të përgëzoja të filmën bëjtja për segmentin nga agjencia dhe tek rruga e Dëmshimit, se ka punuar në një kohë shumë rekord dhe ka përfunduar pothuajse pjesën më të madhe të punimeve dhe kemi gjetur një edhe sepse janë pjesë të saj aty dhe kemi gjetur një bashkëpunim edhe me firmën dhe me një konsultim. Ke pak konflikt interesi te kjo pjesë? Ka, po mirë është bërë. Ka 100% konflikt interesi, por ato më pëlqen kur ai punon, ka punuar edhe jashtë orarit dhe nuk ka bërë si ata të tjerë që pra nga një kazë, me nga një lopat deri në akoma dhe si ka përfunduar. Të lutem, të lutem. Mi ma u ka mendimin tim. Blemet të ato të dhe një fjallë të ambële. Po, ndërsa, pyetje tani e kam direkt. Pyetje kam tjetër. Tani duke parë të gjitha ndërtimet të këtire rrugë, tek ndërmjet vijave të bardha, ajo bordura është e lartë, dhe si është parashikuar kalimi i karrocave.
Nuk vetë fjallë vetëm për atë segment, por ka në shumë segmente të gjitha rrugët. E kupton, kalon nga njëri kryqëzim tek tjetri, apo nga njëri kraj rrugës në krahun e rrugës, si do të kalojnë karrocat apo karrocat e invalidëve apo të fëmijëve. Kështu është e lartë. Po? Formë me kontraktorin, po merr masa finalisht të çohet. Jo, atë kishim shqipti, faleminderit. Thjesht do të shikoni vetë projekti është shumë i gjatë për kaq kosta ose implement. Po, faleminderit zoti Zhupa, po zoti Gërduqi. Informacionin që ka sjell drejtori, thotë gjithashtu në kuadër të këtyre është treguar një vëmendje e veçantë ndaj cilësisë së punimeve dhe qëndrueshmërisë së afatgjit të infrastrukturës, duke përfshirë përdorimin e materialeve më të cilësore me zonë. Kjo si pikë bie, nuk është treguar vëmendje e veçantë, cilësia është e dobët, po e keni parë jemi dëshmimtar. Më le ta mbaroj dhe ta shpjegoj pse. Tani jemi këtu te kjo rruga Evangel Pano që unë vrita si shqetësim, thotë në këtë është konstatuar për një pusetë. Nuk është çështja një pusetë, ndërhyrja është në proces thotë dhe monitorohet nga struktura përkatëse të bashkisë. Nuk është në asnjë proces, asnjë gjë nuk është bërë atje, nuk është vendor. Në cilën proces është? Po sot kalova, më për kur flisni? Ajo do të gjithë është problemi që ka ajo ai segment me pjesën asfaltike. Një sekundë, ajo është një vështirësi me Ju jeni inxhiniera, nuk e dini që po nuk rregullat atë poshtë do prishet ajo lart. Atë punë do të erdhi miliona neve dhe të presim nga ICO si të prishet. Atë të lutem Gërduqi, zoti Gërduqi, do t'ju lutem. Nëse kemi për të bërë pyetje, bëjmë pyetje dhe pastaj kalojmë në diskutim. O zoti kryetar, argumentat për perceptimin tim janë të pamjaftueshëm. U prish puseta poshtë dhe ne mbajmë përgjegjësi për asfaltin lart. Po kur do ta ruaj atë? Atëherë do të lutem. Për procedurë, kur diskutojmë, nuk presim përgjigje. Kur bëjmë pyetje, presim përgjigje. Ju ishit nuk presim përgjigje. Po ngri drejtori dhe më replikoj. Atëherë nuk duhet shumë gabim që ekzekutivi çohet pa. Unë do të shpreha në timin tim. Drejtori s'kishte pse tip të replik. Të falenderoj shumë zoti Gërduqi. Atëherë të dëgjojmë zotin Alikaj. Ju lutem qetësi. Zoti Çela. Po, edhe në mbledhjen e parë kërkuam për zonën turizëm Kanali Çukës që është investim që po kryhet. Në bazë të një informacioni që unë e kam marrë, aty ka një lëvizje nga projekti e para që është ashtu për mua. E dyta, pjesa e pemëve, vetëm në Shqipëri mund të ndodhin këta kriminal kush preu gjithë pemët e rrugës, i preu i sharruan dhe i hodhën poshtë, dhe nuk mund të minim të ispostonim ato pemë, të i qonin diku tjetër, mund të vëmë të reja sa të duan, po ato të vjetra mos t'i prisnin për druzjarje dhe si që kishin lënë rrugëve ashtu. Dhe pjesa tjetër që edhe vuajnë, që është në të mirën e përbashkët, nuk është as timja personale dhe as e dikuj tjetër, sepse është për brezat. Të gjithë kemi prona. Ju lutem qetësi, të lutem drejtor, do fjalën. Ato kufitet pronave, duhet të kontrolloj qoftë bashkia ose një institucion kush e cakton që deri ku është kufili pronës time, sepse kufili në shumë raste është bërë abuziv për hapër të Kevinit apo të dikuj tjetër. Ku është kufili i secilit prona të takon këtu, dhe brenda asaj prone ti mund të shfrytëzosh të bësh atë që ti mund të bësh. Jo të dikush zapton rrugën, dikush ndërton parkime, dikush shep parkime me lek të gjithë turistët, me ato konat heq makinën, qoftë edhe invalidët, është bërë si e modës, heqin makinën dhe vendosin, hajde parkohet ti këtu që të marrun 10.000 leka, 10 euro. Këto janë ca gjëra që ne presim të na i bëj bashkia, me ato të vetat po është dhe një qikë në të gjenje qytetare, nuk mund të presim të gjitha, po bashkia duhet të ushtroj këtë pjesën e kufive të pronave, është një rrugë e re që ashtu, s'kemi asnjë gjurmë të projekti. Projekti me info dhe mia është një krah trotuari, është 3 metra në krah që është nga 1.5 deri në 2. Okej. Atje të lutem zoti Zhupa do t'ju jap fjalën. Atë që ke 3 ke vati një gjysmë, atë
një gjysmë tjetër, po ke të sa paktën ke. Atë pjesë masim atë që e ke hequr, do e shtosh aty ku ashtu sepse ato me metër katror. Dhe shumë biznese në atë zonë që pagojnë sepse unë aty banoj, kam paguar 70 euro për metër katror, mbi këtë 1 metërshin ose mbi 3 metërshin. Okej, po 280 ua kanë thënë atyre ajo firma kontraktore që po punon në atë pjesë. Nga 280 e tutje do e paguani ju, thotë, se unë projektin e kam 280, thotë. Edhe u po marrin tek bizneseve. Është shumë e vërtetë se unë jam aty. Po. Edhe nuk kam gënjeshtra se dal edhe po falem. Jo, biznesi, pjesë, po s'ke asnjë tabel të afishuar që ky projekti që unë po se ke të shkruar, po se e ke të shkruar që trotuari është 3 metra dhe 2 metra në krahun tjetër. Me relacionin tabel, skema. Cila skema? Po unë si qytetar që vjen ky po zoti Alikaj. Ta dëgjojmë për sa i përket mos u ngut gërduqi se kemi problematika të tjera. Po? Që në monitorim të gjithë posat e të gjithë në bashkë, pjesa ata vazhdojnë pjesën e gjurmës të projektit që kanë. Pjesa cilat që janë jashtë aty projektit, se janë pjesë pronave që kanë gjithë ata që janë në rreth aty projektit, është pjesë e tyre pagesa ose jo asaj pjesë. Se nuk ka të bëjë me projektin. Pjesa e pemëve që janë hequr dhe është bërë gjithë lëvizja e saj, po ti e ke parasysh se ka qenë në zonë. Ato pemë dhe me zjerë me trotuarin, bie që ishin mund me saj dhe ai trotuari nuk ishte funksional. Po, është bërë që saj, janë vënë në një linjë tani që janë gjithë pjesa e pemët janë kam të filmuar. Janë bërë të gjitha pemët, janë bërë me shat, janë bërë dru dhe janë hedhur në makina. Ato shemi ishin në të ndasa që nuk mund të heqesh. Kështu që detyrimisht ashtu do bëja vesh. Kështu që pjesa kur të përfundojë zgjerimi i fazës së parë që është tani, se ata do ndalojnë afër Santës se do fillojë prapë në pjesën e tetor, do ta shikojmë, besoj do të kënaqësh për të gjithë. Shpresoj. Atëherë jam plotësisht dakord me shqetësimet që kanë ngritur këshilltarët lidhur me investimet e reja, por jam plotësisht dakord që ti konkretizojmë kërkesat. Duhet i konkretizojmë dhe mos flasëm në mënyrë arbitrare, por konkretisht shqetësimet një për një, prandaj në mbështetje të propozimit të zotit Ahmeti, të zotit Alikaj, Gërduqit, gjithë këshilltarët që janë të interesuar qoftë për veten e tyre si qytetar, po qoftë dhe si përfaqësues të qytetarëve, Këshilli Bashkiak të ngrejë një komision të përbërë nga kryetarët e grupeve, po dhe nga anëtarët, dhe të konkretizojë gjithë pjesën ligjore, zoti meraj në vëmendje si kryetari i komisionit juridik, pjesën ligjore, mbështetjen në rregullore për të drejtuar bashkisë. Kemi pas një praktik në fakt të ngjashme me fondin e zhvillimit në vitin e kaluar dhe ka kthyer përgjigje që nuk është kompetencë e Këshillit që të merret direkt me firmën, sepse është një investim i fondit zhvillimit, kështu që ne do merremi me bashkinë. Dhe bashkia pastaj bëj detyrën e vet. Në një datë sa më të afërt të konkretizohet propozimi i bërë nga zoti Ahmetaj, nga gjithë këshilltarët, një për një, me raste konkrete të verifikohen, ta ndresojmë shqetësimin e çdo këshilltari atje ku duhet dhe në përfundimtare në kryesinë e Këshillit të evidentohen të gjitha përgjigjet për sa i përket kërkesave që propozojnë këshilltarët. Besoj se problemi se po nuk pret. Shumë mirë tha kryetarët e grupeve. Po. Dhe të lëmë një datë, të vëmë ta shohim. Mbas mbledhjes mo, tani. Mbas mbledhjes. Atëherë nuk e Kryetarët e grupeve të lëmë një datë, datën 2 për shembull. Pas mbledhjes tani. Mbas mbledhjes e konkretizojmë të shikojmë formë të mos atë të lutem zoti Meraj. Atë do të lutem. Do të shikoj gjithë. Atë të lutem zoti Ahmeti, të lutem. Atë do të lutesha dhe të jemi sa më serioz. Nëse unë përmend që do të shikojmë rregullore ligjin e të gjitha, mos vemi para faktit që na bëjnë një përgjigje jo shteruese nga firma dhe ne të bëjmë show tani, ose funksionojmë tani do t'ju lutem, ose të funksionojmë fiksi pas ligjit dhe rregullores, të veprojmë me shkresat, kemi përgjigje me shkresa në mënyrë që t'ia ndresojmë dhe të organet kompetente kontrolluese për sa përket përgjigjeve që do vinë. Se nëse ne, ore mund ta bëj kushdo, se gjithsesi kush ka vendimarrjen e vet.
të shkoj, të intervistohet, të shikoj, të bëj. Po nëse ne do funksionojmë konform ligjit dhe rregullores, duhet të funksionojmë në këtë formë. Menjëherë pas mbledhjes së Këshillit, e diskutojmë, e konkretizojmë dhe të operojmë sipas ligjit. Kjo ishte ajo që them. Po? Po, zoti Alikaj? Për të rrugë 4, se u bë një temë madhe rrugë 4, edhe jo, është një diçka që janë të drejtë bashkisë me zgjedhjen, sepse duhet nda ka shkëtë disa nga ata persona që kritikuan atë vizimin e bashkisë, dhe u futën në orën 11 të darkës dhe aty kishte goxhapën dhe bosh. Ajo është një zgjedhje optimale për atë rrugë. Problemi nuk na lind siguria nga krahu i parkimit, se në gjithë botën parkimet mund të vendosen në të dy krah. Biles unë do isha i propozimit që ajo nuk të shikoj nëse mund të kishte pak mundësi që të parkoheshin në të dy krah makinat dhe të kaluar, sepse mjetet e mëdha janë hequr do ikin nga qyteti, nuk kanë për të kaluar. Dhe shtonte vendin e parkimeve të paktën në kohën e sezonit. Në gjithë zonat në qytetet e vogla. Ta dëgjojmë, zoti Merak. Funksionon parkimi në ato dy krah normalisht. Problemi lind te policia rrugore që duhet të marrë masa sepse brenda shoqërisë tonë neve kemi dhe disa shoferë qoftë pa kualifikuar ose adoleshent ose të huaj që vinë gjatë natës dhe si me shpejtësi. Kjo pjesë duhet Po, falenderojmë zoti Alikaj. Faleminderit. Atëherë, duke ju falenderuar për pjesëmarrjen, mbledhjen edhe ngaroj të mbyllur. Faleminderit.